Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 13. E nisim këtë edicion me lajmin e fundit që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur gardën kombëtare në Los Angeles pas protestave që shpërthyen kundër agjentëve të imigracionit. Presidenti Donald Trump të dielën vlerësoi trupat e gardës kombëtare që ai dha dritën jeshile për të shtypur protestat e vazhdueshme të emigracionit në Kaliforni Jugore, pavarësisht se nuk kishte prova se trupat ishin në terren. Trump më parë tha se 2000 antarë të gardës kombëtare do të dislokoheshin pas përleshjeve për mbastisjet ndaj emigrantëve pa dokumente. Vetëm për të qenë të qartë, garda kombëtare nuk është vendosur në qytetin e Los Angeles, ka shkruar kryetaria e bashkisë Karen Bass në X disa minuta pasi Trump postoi në Truth Social. Bill Essayli, prokuror amerikan për distriktin qendror të Kalifornisë, tha të shtunën vonë se garda kombëtare pritej të arrinte afërsisht në 24 orët e ardhshme. Ai mbrojti vendimin e Trumpit për të vendosur trupa në LA, duke thënë se guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, nuk mund të kontrollonte shtetin e tij. Por Newsom e quajti vendosjen e trupave qëllimisht nxitse dhe tha se kjo vetëm sa do të përshkallëzonte tensionet. Ky është mision i gabuar dhe do të zbejë besimin e publikut, ka thënë Newsom. Më herët sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth kërcënoi të shtyp protestat e emigracionit duke dërguar marincat aktiv në Los Angeles. Newsom në një përgjigje tha se Hegseth po shfaqte sjellje të çrregullt. Grupe të vogla protestuesish vazhduan të mblidheshin dhe të pengonin trafikun pranë qendrës metropolitane të paraburgimit në Alameda të shtunën vonë, pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga policia për t'u shpërndarë. Në mesnatë, policia njoftoi se disa persona që hyn përsëri në zonat e tubimit të palehtshëm janë ndaluar dhe disa do të arrestohen dhe ndëshkohen. Departamenti i Sherifit të qytetit ka deklaruar për CNN se disa protestues të mbledhur hodhën fishek zjarre drejt forcave të rendit, ndërsa oficerët formuan një vijë përleshjeje për të larguar njerëzit nga zona. Më herët gjatë mbrëmjes, protestuesit në Paramount, në juglindje të qytetit, po hedhnin objekte dhe po shfaqnin sjellje të dhunshme ndaj agjentëve federal dhe zëvendë sherifëve, njoftoi policia të shtunën vonë. Kandidati për president të Kolumbisë Miguel Uribe Turbay, 39 vjeç, është qelluar gjatë një aktiviteti të fushatës në Bogota. Mjekët kanë thënë se ai u qellua 2 herë në kokë dhe 1 herë në këmbë. Ai është dërguar në klinikën Santa Fe derisa mbështetësit e tij janë mbledhur afër spitalit. Senatori kolumbian Miguel Uribe, një kandidat presidencial, është në gjendje të rëndë në spital pasi u qellua gjatë një aktiviteti zgjedhor në Bogota të shtunën, sipas gruas së tij dhe autoriteteve qeveritare dhe partijake. Zyra e prokurorit të përgjithshëm kolumbian tha në një deklaratë se një i mitër 15 vjeç u arrestua duke mbajtur një pistolet Glock 9 mm, ndërsa presidenti Gustavo Petro urdhëroi një hetim se kush e kishte urdhëruar sulmin. Senatori 39 vjeçar, antar i partisë opozitare konservatore të Qendrës Demokratike, u qellua gjatë një eventi të fushatës presidenciale të vitit 2026 në një park publik në lagjen Fontibon në kryeqytet, sipas një deklarate të partisë që dënoi sulmin. Partia tha në një deklaratë se persona të armatosur e qelluan nga pas dhe përshkroi sulmin si serioz, por nuk zbuloi detaje të mëtejshme mbi gjendjen e Uribes. Gruaja e tij, Maria Claudia Tarazona, shkroi në llogarinë e burrit të saj në X se ai po luftonte për jetën e tij. Njerëzit u mblodhën jashtë spitalit të fondacionit Santa Fe ku po trajtohej Uribe, ndërsa ministri i mbrojtjes së Kolumbisë, Pedro Sanchez, tha se një i dyshuar ishte arrestuar në të shtënat dhe se autoritetet po hetonin nëse të tjerë ishin të përfshirë. Deputet do të mblidhen sërish nesër në përpjekjen e 29 për konstituimin e legjislaturës së 9. Seanca pritet të fillojë nga ora 11, kurse ajo paraprake mbajtur dje, e cila dështoi ishte e 28 me radhë. Deputetë nuk po arrin të formojnë komisionin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Në seancën e djeshme, vetëm 48 deputet votuan pro formimit të tij. Propozimi për kryetar të kuvendit i takon partisë ose koalicionit fitues që në këtë rast
është lëvizja vetëvendosje e cila si kandidate ka propozuar deputetën dhe ministra në dorëheqje Albulena Haxhiu. Avokati Arjanit Koci ka paralajmëruar se edhe nesër do të vazhdojë me aksionin e tij para Kuvendit të Kosovës. Koci deklaroi se qëndrimi i tij do të jetë i pandërprerë gjatë tërë javës. Koci ka theksuar se kërkesa është e vetme dhe e qartë, funksionalizimi i Kuvendit. Javën e kaluar, avokati Koci kishte protestuar para dyreve të Kuvendit, ku në shenjë simbolike ka vendosur një fjongo të kuqe, duke ju bërë thirrje deputetëve që të mos dalin nga seanca pa gjetur zgjidhje për blokadën e krijuar. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka reaguar me shqetësim pas largimit të flamurit të UÇK-s nga stadiumi kombëtar në Tiranë, ku kombëtarja shqiptare u përball me atës serbe në ndeshjen kualifikuese për botrorin 2026 në futboll. OVL UÇK-s e ka quajtur këtë veprim një therje në shpirt për çdo familje dëshmori, luftar dhe qytetar që respekton sakrificën për liri. Organizata u ka bërë thirrje institucioneve dhe shoqërisë që të tregojnë ndjeshmëri dhe kujdes, duke nënvizuar se çështja e flamurit të UÇK-s nuk është çështje politike, por e kujtesës historike dhe kombëtare. Vazhdojmë me informacione të tjera. Një person ka raportuar në polici se vajza e agjes së tij në Gjilan është marrë pa dëshirën e saj nga një person i dyshuar mashkull dhe është futur me forcë në një veturë. I njëjti ka treguar se më pas vetura është larguar në drejtim të Prishtinës. I dyshuari po hetohet për veprën penale privimi i kundërligjshëm nga liria. Prokurori është informuar për rastin dhe hetimet nga njësitet policore janë duke vazhduar. Mbrëmreth orës 22:20, 3 vajza të mitura janë ndaluar në ndyshimin se kanë tentuar të arratisen nga strehimorja në Lipjan, ku ishin të vendosura për rehabilitim. Të miturat janë intervistuar në praninë e punëtorëve të qendrës për punë sociale dhe avokatit mbrojtës. Për rastin është informuar edhe konsultuar edhe prokurori i shtetit. Rasti është cilësuar si arratisje e personit të privuar nga liria e mbetur në tentativë dhe është duke u trajtuar nga organet kompetente. Ecim tutje, nga sot komuna e Podujevës do të fillojë fazën e parë të dezinsektimit të hapësirave përreth lumenjve, Llap dhe Dumnic. Dezinsektimi i hapësirave të jashtme vazhdon deri më 11 qershor dhe bëhet me qëllim të zvoglimit të numrit të insekteve dhe si masë parandaluese e përhapjes së sëmundjeve infektive. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot përmban mot me diell dhe pjesërisht i vranët. Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30 deri në 34 gradë Celsius. Indeksi i rrezeve ultraviolet mbet shumë i lartë. Rekomandohet shmangje ekspozimi të drejt për drejt në diell gjatë orëve të mesditës nga ora 10 deri në orën 17. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.